Dhe shumisht të mam përpara se cilin personazhin e radhës i cili do sjellë eksperiencën e personale dhe jo vetëm, dua të bëj një falënderim për mbështetësit e këtij emisioni, siç është Lajfiza dhe Dino Rios. Një falënderim të përzemër që keni qenë gjatë gjithë sezonave që prej fillimit të podcastit Mam. Gjithashtu, dua të falenderoj secilin prej jush që na ndjek javë pas jave dhe do doja shumë që ti që po na ndjek tani në këtë moment dhe ende nuk e bërë subscribe në kanalin ton, të bërë subscribe dhe të na ndjekësh në çdo video që ne do të vim, jo vetëm me emisionin. Përqafoj dhe le të ndjekim personazhin e radhës. Je gati për gocën? Gati. Se më morë që goja. Shiko, në këtë moment tani, jam shumë gati. Jam gati, Orinda. Më pyet pastaj në një nga ato ditët kur jam marrë me detyrat e Floranit, ku Blini nuk ka qenë shumë form, se ka pasur nga këto raste, sidomos kur ishte akoma me gjip Blini, këto janë ndejkur po mbret Albani. Me mua s'ka më fëmijë. E kemi mbyllur. Jo mos më pyet fare, nuk do të diskutojmë fare, kemi mbyllur. Sot në mam, jam me shoqet time të vjetër. Ajo është Eneda, është mami i Floranit e i Blinit. Faleminderit që sot je këtu në mam, për të folur bashk për dy çunat e tusqike si yje, si drita, për gjithë eksperiencën e mëmësisë, për uljet dhe ngritjet, sepse mëmësia i ka këto, domethënë prindërimi. Po na rrit, s'ka problem. Po na rrit të çdo ditë. Kur erdhi lajmi për Floranin, si ka qenë? Si ka qenë periudha? Si ka qenë. Ja ta them shumë nga fillimi fare, se që kur folëm bashkë në telefon për këtë shkon në kujtime. U ktheva edhe bëra kështu një udhëtim të gjatë në in the memory lane kur atëherë në Florani nuk ka qenë një fëmijë planifikuar, faktikisht. Edhe ishte një periudhë që unë dhe Albani sapo kishim vendosur që të bënim dasmën. Nuk është se kishim vendosur që shiko se në këtë muaj do e bëjmë, po një ditë ishim në një lokal që na pëlqeu shumë, te lokali ku e ke bërë ti dasmën. Edhe ishim tek ajo pjesa e lulishtes, edhe ky është Albani, po ky është. Pam kalendarin, ne jemi lidhur 22 maj binte e shtunë e diel, diçka e tillë, edhe ishte fiks praktikisht. Folëm të mandat lokalit, i tham atyre të shtëpisë, shumë të lumtur të gjithë, bukuri, e vendosëm, thanë ata, ore boll që e vendosët ju, pak rëndësi ka. Shumë rëndësishme për ne, po. Edhe shumë bukur, filluam ato përgatitje, duke parë fustanin nusësh online. Edhe po më vonoheshin menstruacionet, edhe i them Albanitore, s'kam Okej, edhe po kalonin ditë, thashë më ta blej një test, edhe ishim përpara një farmacie. Mirë ta blej edhe po kot po e blen, po më po kot po haj ta blej. Edhe futem aty tek farmacia, i them jep një test shazanie edhe po thot ajo, sa kushton 5000 lekë. 5000 lekë, i thash. Ç'u vë 5000 lekë, se po flasim para 10 vjet. 2000 lekë maksimumi ishte. Po. Edhe morë që shkëma bet 5000 lekë, po ndoj po që sot s'pres deri nesër mëngjes do më ketar për ciklet, do shkoj. Edhe shkoj, testin edhe po rria kështu, edhe shoh dy visa, edhe ngela, po unë do martohem, unë do kujdasem. Të gjitha mendimet në mendje. Po, që të gjitha, edhe vazhdoja me atë timen, vazhdoja, jo, do martohem maj, ç'pun kam mendim sa tani. Edhe kur bëra ato për llogaritë, i binte të lindte fiks në 23 maj. Due date ishte fiks 23 maj. Pavarësisht se Florani lindi pak më përpara. Edhe më merr Albanin telefonin, isha te shtëpia ime, te shtëpia prindërve, domethënë. Se i thash Albanin që do ta bëj testin që sot, nuk pres nesër. Albani mbaj mend që kishte një takim pune të rëndësishëm, domethënë te studioja kështu. Edhe nuk doja t'ja prisha Terezin. Tha mua e bëre, mirë, kur të pak më vonë. Edhe merrte prapë, e bëre, po e bëra. Nuk e di. Si nuk e di? Ja të çoj foto shife vetë. Edhe të çoja foton. Edhe ojta pash në internet të thotë që je shtatzon. Edhe kemi ndojtur gjithë natën duke folur në telefon, edhe duke ndojtur që si,
Edhe Shumë emocione, shumë bash, emocion. po prindërve kur ja tha? Po direkt ja tha. Unë ja Direkt, thash gjithë a? direkt. Nuk Okej. më mua. Ja Nuk thash të- që të gjithë. Edhe e bukur ishte që ishte pak herët. Edhe kur shkova po të nesërmen për ta parë ne, Për vizitën, akoma nuk dukej. nuk dukej. E ke parasysh janë ato Po, e di. procedura, domethënë që duhet kalojnë ca javë etj. Edhe unë se dija këtë gjë. Edhe i them asaj ginekologes atëre, jam shtatzon, tash i kam thënë gjithë që jam shtatzon tani. Mos ma ndrohet. Edhe pastaj filloi normalisht, domethënë ato vendosa kush do ishte mjeku im, ato takimet, për kujdesja, duke mbajtur shënim çdo gjë. Pra që prej aty filloi le të themi ndjekja me Po, doktoreshën, direkt, pra direkt, me doktorin Nuk e ke pastaj pasur zgjodha një përpara le të themi po të njëjtin apo ka qenë Jo, bëra një takim me një doktoresh rastësore, dhe pastaj duke folur me shoqet e mia, që ishin tashmë mama, dhe duke marrë ato rekomandimet, bën zgjodha sugjerimet, pra, një po. mjek shumë të mirë dhe shumë të durueshëm për stilin e shtatzanis që unë vendosa të kisha me Floranin. Mendoj se Kështu që- si do e kishe pra, do të thënë filluan ato sikleti planifikimi i dasmës njëkohësisht. Po, do të thonë se- po në fakt se na u deshi të afronim Po. datën, biles kur i tham prindërve për katës, babi Albanit ishte kështu, po si, do me thënë, Ida do lindi në maj dhe ju të e bëni dasmën, nuk po e kuptoj. Jo, dasmën do e afrojmë. Do e afrojmë. Nuk do e bëjmë në maj. Po interesant, kur i tham në fillim mamit Albanit që duan të martohemi në maj, tha, pse nuk martojnë në dhjetor? Po pse më peça të martohemi në dhjetor? Është dimër, po është bukur, është atmosferë lindjesh. Jo, peça në maj të martohemi. Edhe pastaj në fakt Sigur e pas ne- kanë diellur, po, do ne të thënë, vendosëm ata- që ta bënim dasmën në dhjetor, edhe ka mbajt një kohë shumë e bukur. Sigurisht që ndryshuam lokalin. Se bënim dot më jashtë. Edhe shumë shpejt janë bërë përgatitjet e dasmës. Por muajt e shtatzanis kanë qenë okay? Shumë mirë. Muajt e parë, sidomos, unë deri kur jam martuar kam qenë 4 muajsh, edhe Po, nuk dukesha edhe fare. nuk dukesha, Jo, po, nuk e vërtet. dukesha. Edhe nuk kam pasur as problematika me nausea, me këto gjërat që zakonisht kanë mamat. Dhe ka shkuar shumë mirë deri pastaj kur ishte kjo ekoja morfologjike. Përgjithsisht kur janë këto ekot morfologjike, del në gjë, mund të ndodhë kupton? ndonjë gjë, Që po. ta vjet pak gëzimin. Unë ndigjesha në një spital privat, ku kisha mjekun tim, që bëja gjitha analizat edhe kontrollet rutin, dhe kur ishin këto ekot më të rëndësishme, realizoheshin me mjek të huaj, grek. Okay. Edhe ky doktori po më shikonte, po maste të gjitha këto parametrat, në një moment më thotë që vrimat e hundës së bebit nuk janë njësoj, në kuptimin me milimetra, por që nuk arrita të dalloj shumë mirë, sepse bebi ka duart në fytyrë gjithkohën, kështu që do na duhet të lëm një follow-up, Takim po, tjetër. një takim tjetër, që ta shikojmë më qartë, megjithatë mos u shqetëso se është diçka extra small, nuk është problematike. Edhe unë isha nga ato tiporinda që në fillim unë merja analizat edhe bëja gjithkohon si profesoresh, domethënë, thoya doktori dëgjoj, këto epitel pse kam disa. Edhe ai me shumë durim i shpjegonte. Çdo gjë unë do ta kaloja nëpër filtrat e mi, sikur kuptoj. dija shumë, më kupton. Edhe Ishte më shumë se ç'duhet e më kujdesshme. shumë se ç'duhet. Jo e kujdesshme, po e fiksuar, E do thoja fiksuar, unë. Domethënë, shko, lexo çdo gjë, lexo çdo studim të mundshëm, çfarë mund të shkojë keq në këtë kohë. E kupton për diçka që, okay, ti është shumë mirë të marrësh informacion gjatë gjithë kohës, po nuk është e nevojshme që ta tejkalosh atë. Të marrësh kuptoj, informacion të ai sa të mbi duhet, të mbi ngarkohesh. ngarkohesh, sepse për të vërtetës ne nuk është se kemi shumë gjëra në dorë. Çfarë do ndodhi. Me drejt, Ne po. përpiqemi ta menaxhojmë emocionet tona dhe mënyrën se si përballemi me situatat që na ndodhin. Megjithatë, unë edhe për këtë që tha doktori fillova të bëja ato kërkimet e mia, edhe nuk kishte shumë informacion në fakt për këtë situatë, le të themi. Vetëm një i gjeta që thoshte përgjithsisht kur vrimat e hundës së bebit nuk janë nuk janë njësoj, nuk janë me të njëjtat parametra si njëra si tjetra, bebi mund të ketë një problem që quhet cleft lip ose labioskizi ose si e quajmë ne në shqips, në gjuhë popullore, buza e lepurit. Unë sa kam shumë qejf kështu si term. Kam pëlqejmë shumë termat shkencor mjekësor.
Edhe i them Albani thash unë kështu del këtu. Ai tha lëri këto tani se e bëre fiksuar fare tani lëri. Se edhe kur flisja me doktorin tim, s'kishte faj sepse gjatë gjithë kohës një person që Po flet gjithkohës, po Gjithkohë dhe duhet ka japësh teori, po. duhet i hedhësh poshtë gjëra. Mos ashtu tha se ne nuk i kemi çdo gjë simetrike, tha. Njëri sy nuk është simetrik me tjetër, kështu që edhe kjo tha mund të jetë një nga ato elemente. Mirë, okay, mbas e hoqja nga mendja. Edhe kur shkova mas 2 javësh pastaj që do bëja këtë ritakimin, ja shpjegova atij doktorit që unë jam e goca që kemi lënë këtë gjë. Edhe kësaj radhe kishte një pamje shumë të qartë. Tha, ishte edhe ajo infermierja që fliste shqip. Ne merreshim vesh anglisht. Çka ka i thash, është tha, cleft lip i thash. Yes, tha, it's cleft lip. Sot i madh. Domethënë ai fliste dhe po tregonte që shikoj se nuk është ndonjë gjë shumë problematike. Po ty në kokën tënde? Në kokën time unë doja të zhdukesha nga momenti në moment që të qaja për shefin tim. Më kupton, mos qaja si ti. Se më duket ndonjëherë sikur storrit, do kontrollosh ti, do i gjesh gjitha, kupton. Edhe ai tha që nuk është ndonjë gjë problematike, sigurisht që ne nuk shohim dot deri në çfarë faze është çarja, sepse ne shohim vetëm këtë pjesën sipërfaqësore, domethënë këtu duket vetëm buza, por mund të jetë edhe qellca, domethënë mund të kishte akoma më shumë komplikime, le të themi. Edhe unë më lidh goja si rrallë herë, edhe thjesht e lash, domethënë derisa të mbaronte ky takimi. Edhe ika në shtëpi, dhe pastaj nga ai moment, që ishim praktikisht 3 muajt e fundit të shtatzanis, nuk e kam përjetuar mirë shtatzanin. Edhe është ndër të pakta gjëra që jam penduar në jetën time, sepse fillova të kërkoja studime për asocimet e mundshme që mund të kishte kjo problematik me elemente të tjera të zhvillimit të fëmijës, të bebit. Edhe pavarësisht se doktori e theksonte që gjithë kohës është diçka izoluar, nuk ka lidhje me gjëra të tjera, hecë se ma thuaj mua. Në atë moment. Edhe fillova më mend kisha bërë një dosje me studimet me të nënvizuar atë gjitha që shiko, kjo mund të lidhet me këtë, kjo me këtë dhe ku diun çfarë sindroma, ca gjëra që si mbajnë mend. Edhe që shkova ja tregova këtij doktorit tim dhe ai me shumë durim më thoshte, shiko, Eneida, kjo nuk është, sepse ne kemi parë zemrën e bebit që është shumë në rregull. Edhe kjo tjetra nuk është, sepse kemi parë nga kjo analizë që kjo është në rregull. Po sikur ti je i sigurt? A më jep siguri që nuk është? Sepse unë me mendjen time doja që të kisha kontroll mbi diçka që nuk mund të kisha kontroll. Doja ta zotëroja, sepse doja që të bëja planet e mia, çfarë mjekësh do takoja, ku do e bëni operacionin, domethënë po ecja përpara, jo thjesht. Edhe ai pastaj u dorëzua dhe tha, "Ok, tha, nëse ti do të zbulosh ta deri në këtë nivel, tha, ne vetëm që na ngelet është të bëjmë niptin ose sa kishte dalë nipti atëherë, nuk ishte shumë kohë. Amniocentezën. Ose amniocentezën. Edhe ishte jo amniocenteza standarde, ishte një molekulare. Edhe lexoja prapë edhe për niptin. Nipti ishte screening, domethënë nuk ishte invaziv, po ishte screening, domethënë nuk ishte diagnozë akoma. Edhe thoya, po të na dalin ndonjë gjë te nipti, duhet të bëjmë se s'bën prap amniocentezën. Kështu që le të bëjmë amniocentezën. Domethënë e bindur e sigurt sepse unë doja të dija që me çfarë po përballesha. Domethënë këtë e kam si pjesë të karakterit. Pra vetëm për këtë. Vetëm për me çfarë do përballesha dhe faktikisht më vonë më hyri në punë, domethënë informacionin që kisha sepse bëra dhe analiza të tjera. Shkova në Itali me një mikeshën time që më orientoi me një doktor që kishte këto ekot alta medica ose si quhet kjo. Që u vërtetua që nuk kishte çarje komplikime të tjera. Ai më sugjeroi pasaj te një mjek shumë i mirë që maksilofacial në Milano. Shkova bëra takim edhe atje, fola edhe atje. Kur ishte shtatzan ndërkohë? Po, kur ishte shtatzan. Kur ishte shtatzan. Edhe po deri këtu jemi okay, domethënë deri këtu shumë mirë, mund ta kisha bërë. Ajo që s'duhet të kisha bërë është që ta mbingarkoja veten kaq shumë sikur çfarë kishte ndodhur. Më mos ta shijoja të 3 muaj. Më vodhi gëzimin realisht, më ka vjedhur gëzimin. Domethënë ato 3 muaj mund të ishin 3 muaj shumë të bukur për mua. Që kisha shijuar si shijova 6 muajt e parë, pa e vrarë mendjen, po unë isha gjatë gjithë kohës duke qarë, më kupton se kur çfarë kishte ndodhur. Edhe se ne duam gjithmonë që fëmia të jetë sa më normal tjetë, mundur, nuk perfekt praktikisht. Nuk do donim që të kishte as të një lloj sikleti, edhe
të dije këtë gjë, domethënë edhe të mos kishe sigurinë që deri në çfarë niveli mund të kishte nevojë derisa operacione do duhej t'i bëja Floranit në një moshë shumë të vogël, është shumë e vështirë që ti beben ta fusësh në sa operacione kur është shumë i vogël. Edhe i rritur çanë po, sidomos kur është i vogël që edhe s'kupton se çfarë po ndodh. Ishte për mua ishte tepër që ta përjetoja. A të bëri ty situata me Danielin? Le themi skeptike dhe le themi akoma më shumë alert në këtë pikë. Jo. Nuk e pata fare atë, domethënë atë orientim, të them të drejtën. Sepse ajo çfarë Danieli kishte ishte diçka shumë tërësisht e ndryshme praktikisht. Ajo çka mua më bëri vigjilente, po themi me Floranin, ishte fakti që është pjesë e karakterit tim që unë dua të kem kontroll tek gjërat që më rrethojnë. Jo gjithmonë e shëndetshme sepse nuk mund të kesh kontroll, por doja pikërisht ta dije që të ndërmerja këto hapat që ndërmora më vonë, që të kisha mjekun më të mirë, të kisha ose të paktën unë të kisha mundësinë që ta zgjidhja mjekun më të mirë, me integritet, sepse më kanë ardhur edhe sugjerime, nuk më pushonte telefoni kur linda Floranin, që hajde bëje operacionin te filan mjek, sepse është më i miri në nivel botëror dhe pa bërë Florani akoma 40 ditësh, por mua kjo ishte absurde dhe më binte telefoni non stop, më kupton? Dhe ishte absurde, po pra më binte telefoni, nuk e di as ku e kishin marrë numrin. Edhe për këtë gjë isha më shumë e fiksuar. Plus që shiko, unë domethënë kjo vjen edhe si pasojë, shqetësimi që unë kisha vjen edhe si pasojë që unë atë kohë nuk është se isha përballur me shumë sfida në jetën time, kisha pasur jetën shumë vaj, shumë të qetë, shumë goca e mamit, goca e vogël, goca e babit, çdo gjë ishte gati, mundësisht edhe mëngjesi në shtrat, më kupton. Edhe kjo ishte le të themi ndër sfida e parë me të cilën mu desh të përballesh si individ, po themi, si diçka që ti nuk e kontroll dhe të takon ty që ta zgjidhesh në vit të parë, si të thuash. Kur vendoset për emrin? Për emrin që është Zanith. Vendosëm. Unë që kur kuptuam që ishte djalë, e mendova që Albani do donte që t'i vendoste emrin e Florit. Dhe për mua ishte okej, se unë Florin e njëja e kisha mik, ne shkonim shumë mirë, domethënë bënim shumë humor me njëri tjetrin, kështu që nuk është se ishte ajo ndjesia që jo po, se shumë njerëz e kanë, që nuk do donin që fëmia vet të kishte emrin e dikujt që nuk jeton më, por për mua ishte shumë ndjesi e paqt që Floranit kishte emrin e Florit, po ne i thrasim Floran. Po. Dhe ai na pyet tani që është rritur, po pse vendosët Floran? Po sepse i thashun ne e donin shumë, i thashun çaçajin tënd, edhe babi sidomos edhe i mungonte një njerëz që ti thriste Floran në shtëpi, edhe kur edhe ti menduam që nga që ti edhe kështu si artist, edhe tham po ta vendosim Floran, të pëlqen ty? Po më pëlqen shumë. Do doje ta kishe si emër apo do doje në emër tjetër, provokojën. Jo, Floran më pëlqen shumë, sa gallat apo ti ishte ai qatë. Kishim të dy. Dhe ai erdhi në jetë. Floran erdhi në jetë. Si kanë qenë ato momentet e para? Momentet e para. Ja, do të thënë momenti që ai lindur unë isha shumë empir emocionalisht, se gjithmonë duke i dhënë një rëndësi që nuk e kishte asaj gjës. Edhe duke harruar që goce po vjen një mrekulli. Domethënë po vjen diçka që do të ndryshojë jetën. Domethënë do jetë jeta ata para këtij momenti dhe pas këtij momenti. Që të përkufizon praktikisht. Edhe unë isha komplet empir emocionalisht. Kështu as nuk kam qarë kur ka lindur Florani, imagjinon dot. Edhe mbaj mend një doktoresh isha aty. Nuk ka gjë baby, bravo. Po bravo se çfarë bëra. Edhe erdhën maston këtu dhe ai që po qante, o zot i bukur, një çarje voç këlfare. Shumë zotën i ta thalli çfarë bër. Gjithë Tanzaninë imagjino. 3 muajt e fundit ngritej një dynja në këmbë. Edhe ja, ishte shumë i mirë, i bukur, edhe vetëm se qante shumë, edhe nuk e kuptoja, kisha unë problemi që qante ai kaq shumë, kishte kolika Florani. Nuk e di ai vinte si pasojë sa do i kishte gjithsesi. Apo se kishin këto teoritë, që shiko, ka buzë çare, merr më shumë ajër. Okej. Edhe kur pi gji, ishin këto pikpyetjet, për mua pastaj ishte
një përballje kështu shumë traumatike, do thoja. Nëse do bëja një krahasim mes dy shtatzanive, tranzicioni nga pa fëmijë në një fëmijë ka qenë shumë herë më i vështirë se sa nga një fëmijë me dy. Fëmia e dytë, po. Sepse siç po ta thoja unë, domethënë deri atëherë jeta ime kishte qenë shumë e rehatshme. Domethënë isha në punë, sigurisht i kisha këto përgjegjësitë, por gjithsesi nuk kujdesesha, nuk më ishte dashur të kujdesesha për dikë tjetër apo të mbroja dikë tjetër apo qoftë të organizohesha me punët e shtëpisë, sepse edhe kur u martuam, ne u martuam në 10 orë, domethënë Albani edhe unë shumë tipa sportiv, kështu, nuk është se jemi tipa të fiksuar mbas roleve tipike gjinore. Në shtëpi, po. Edhe kur erdhi Florani pastaj, unë duhet të isha shumë e përgatitur me, domethënë të rria pa gjumë. Ku isha mësuar unë të rria pa gjumë? Ai qante shumë, unë nuk e dija se ç'a kishte. Unë kisha lexuar kaq shumë gjatë shtatzanisë dhe nuk kisha lexuar asgjë pas shtatzanisë. Për këtë gjë që specifikisht duhej të kisha njohuri dhe duhet kisha ca shprehi të mësuara ose pak natyrale. Nuk kisha dhe u gjenda kështu si shumë e papërgatitur. Edhe ai qante kolikat, mos ka këtë, mos ka atë, biles mbaj mend, më thoshte mami dhe Albani, pa të keq sigurisht, po vjen natyrshëm, sepse për të gjithë ne ishte gjë e re për të gjithë, po. Mos nuk po e ngop, thoshin mua. Dhe kur ata më thonë mos nuk po e ngop, e merja komplet personale, po e di. Domethënë nuk më vinte as t'i ktheja përgjigje normalisht, po vinte t'i bëja si qen. Në atë moment fakt është pak e vështirë, nuk duhet me i fol nënën sidomos për pjesën e ngopjes. Pikërisht, sepse unë isha edhe goxha e fiksuar nga ideja që ndoshta nuk do mund të pinte, isha akoma edhe më shumë e investuar që do pish se s'bën ti. Ai pinte, nuk është e kishte fare problem. Por që thjesht ishte bebe e tillë, domethënë që qante një çik edhe unë duhet të mësohesha me këtë stilin e ri, me të teturit pa gjumë. Madje mbaj mend që i thoja njëra Albani, ora, depresion postpartum, edhe mos me pas fëmijë hiç, i thash. Po të la njëri pa ngrën, pa pirë, pa ular, pa fjetur, edhe ti do të kalosh. Edhe ti do të iki mene, kalosh patjetër. Nuk ka si të ndodhi. Ti nuk plotson nevojat bazë të mbijetesës. Sigurisht që do i kesh këtë lloj problematika. Do ndikoj ajo, po për sa kohë vjoj kjo? Kjo si periudhë diku te 3 muaj. 3 muaj. 3 muaj, po unë gjeta sa nga që zgjoj natën, edhe donte, domethënë, ishte dia, zgjohesha natën, pinte, duhet t'i ndroja pelenat. Sepse ke parasysh që bëjnë shumë shpesh ata. Shumë shpesh, po. Në moment që ndroja pelenat, ai zgjoi komplet. Okej. Unë nuk e di, kisha një kushuri që më thoshte shiko, mos e ndis dritën, merr një pakuj të ngrohtë, kështu çik. Ora si ja bëni, thoshë, se ky zgjohet, unë shoh mirë. Jo, do zgjohet se s'bën, nuk ka nga shkon. Edhe ai zgjohej dhe komplet procesi fillonte nga fillimi, edhe unë gjeta zgjidhje vetëm duke e marrë në krevat Orinda. E mora te krevati im. Mbasi ka bërë 3 muaj, diku te 4 muaj, domethënë sa edhe u lidh pak se para 3 muajsh ata janë kështu sigurisht, diku ti kapësh. Edhe aty pastaj kam filluar që të fle, edhe kam filluar që të rehatohem pak. Pas kishe frikë? Kisha një çik frikë. Kisha biles shpesh herë natën kur ai ishte duke fjetur tërësisht në paqe. Shika, po merr frikë kë? Po unë dia kështu e sjoj. Ne bëjmë të gjitha mamat. Kisha frikë, absolutisht që kisha frikë. Po, domethënë, nga që e kam gjumin e lehtë, edhe thoja nuk Dari, sidomos kur bëhesh nën, bëhet akoma më bëhet 10 fisha ajo, le të themi, ti të qenurit alert për bebin. Por Albani ku ishte në këtë rast? Aty ka qenë. Aty ka qenë Albani, thjesht u spostua në kuzhinë. Çfarë ndodh në këtë rast, me marrëdhënien, në momentin që burri kalon në kuzhinë, ai krijon probleme apo jo? Shiko, varet shumë nga lloji burrit që ke, dhe lloji gruas që je. Rrethanat familjare të kujdoj janë të ndryshme dhe marrëdhënia që ti ke është e ndryshme dhe niveli i sakrificës që ti je i gatshëm ose e gatshme të bësh varet shumë nga backgroundi kulturor që ke edhe nga sa e do që kjo familje dhe kjo marrëdhënie dhe shëndeti mendor i bashkëshortes tënde të jetë sa ti ku duhet. Shtatzania nuk është e lehtë. Neve na bie një barë shumë e madhe biologjike, duam apo s'duam ne, sa do 50-50 ti ndash detyrimet, barra më e madhe na bie ne, pa gjumësisë, dhënies së gjirit, mbajtjes e të gjitha. Kështu që kjo është sakrifica që do i duhet bënte Albani. Në këtë rast. Kupton, tash nuk është se ka qenë kaq e thjeshtë, se sigurisht ka ato momentet
që ndoshta mund të ishin më mirë, por rëndësi ka që ti jesh koshjente që është një periudhë kalimtare. Më kupton dhe ishte realisht një periudhë kalimtare. Pastaj nëse ti do e krijon mundësinë për të u rilidhur, po themi me njëri tjetrin. Sikur ishim të lidhur dikur. E lëje takimi, shiko këtë ditë, organizohemi një çik, mjafton që të ekzistojë dëshira e mirë. E vërtet. Dhe në fakt kjo është pjesa që ti sigurisht edhe ke studiuar për të gjë, studion natyrën edhe të njeriut edhe të pjesë psikologjisë tyre. Dhe sigurisht që duhet parë edhe kjo ana e lidhjes së nënës me fëmijët ato. Muajt, vitet e para. Tashmë po flitet shumë në fakt për këtë pjesë, po ndryshon sepse ka qenë një tendencë për një vite të tëra me radhë që duhet kemi fëmijë të pavarur, duhet u kryuar që në fillim që kur të lindi bebi duhet i pavarur, ndërkohë që ai ka lidhjen e menjëhershme me nënën dhe që kjo gjë nuk është natyrale, diçka natyrale. Dhe këtë gjë ti nuk e ke ndryshuar për shembull, edhe pse le të themi librat thonë të kundërtën. Po, edhe pse i lexova librat, teoritë që të gjitha i lexova nuk më vinte natyrshëm. Ideja është ne mund të lexojmë sa të duam libra, po që siç e përmenda pak më parë, ka të bëjë shumë backgroundi kulturor me cilin ne jemi rritur dhe jetojmë. Duhet të kesh jetuar mendoj unë, kesh jetuar në një vend si Amerika, po themi, ku janë shumë të fiksuar, do thoja unë, me këtë pavarësinë që në moshë shumë të vogël të fëmijës që ta kesh kaq shumë të me dëshirë për ta bërë këtë gjë. Sidomos edhe kur flasim për fëmijë që janë shumë të varur, domethënë Florani qetësoi vetëm kur ishte në kontakt me mua. Kështu që unë nuk kisha se si Talia, se unë e tentova një herë që ta mësoja të flinte vetë, por nuk ishte e pamundra, vetëm qandon, s'mund ta lija duke qarë, nuk ishte natyrshme për mua. Ti do kështu atëherë kështu do jetë. Kështu do jetë, ashtu ishte. Edhe ai u rritë s'pati më nevojë që të rrinte kaq shumë në kontakt me mua. U bëi pavarur. Gjithsesi. Bëri që të gjitha gjërat që duhet i bënte. A ishte sakrificë për mua ato vitet e para, po patjetër që ishte, po e bëj me kënaqësi sepse është fëmia im, më kupton, edhe aty përgjegjësia jote. Përgjegjësia ime është, po më e kam realisht kënaqësi që edhe tani, se ne kemi akoma, domethënë jemi duke kaluar në shtëpi të re tani, ku ata më në fund do kenë dhomën e tyre, po kemi pasur dëshminë e vogël, nuk është se kishim kushtet zgjedhje le të themi. Do shkosh ti te dhoma jote. Kishte kravatin e vet dhe kishim kryesisht varse rrobash, edhe për blinin. Por që mua më vinte natyrë shumë kështu, edhe Albani mendonte që ishte shumë mirë. Kur e bët ndërhyrjen e Floranit? Ndërhyrjen e Floranit ne kemi bërë kur ishte 7 muajsh. Unë bëra një takim kur ishte 4 muajsh Florani me doktorin që do i bënte ndërhyrjen në një spital të Milanos, edhe ai i bëri ato kontrollet gjitha, edhe për të parë se ndonjëherë mund të kishte, domethënë, një çarje të qelzës që nuk duket, është e ku ti këto gjërat e veta. Edhe ai më shpjegoi që ne nuk i bëjmë para se fëmia të mbushë 6 muaj. Në momentin që fëmia mbush 6 muaj, unë nuk e kisha me nxitim. Në momentin që fëmia mbush 6 muaj, atëherë nga ai moment më vonë ti mund të zgjedhësh që ta bësh ndërhyrjen. Unë do të sugjeroja që mos të prisje shumë kohë mbas atij 6 muajorit, sepse fëmia fillon të krijojë atë idenë vetes etj etj. Edhe unë vendosa pastaj 7 muajsh, do të kalonte edhe një muaj, mbaj mend ka qenë 12 dhjetor. Shkuam në Milano të gjithë, morëm një shtëpi me qera aty. Edhe ishte shumë e vështirë, por unë jam shumë e fortë kështu në këto situata, e kontrolloj shumë mirë veten. Ai momenti pastaj që i dhanë ca pika që vinin si në gjumë fillimisht, domethënë paraprakisht për ta qetësuar, nuk ishte anestezia, mbaj mend kam qenë me një shoqen time, edhe që gjithmonë duke ankuar ta kalamajs na lanë me fjetë, vetëm çajin vetëm bëjnë, edhe kur i jodhin ato pikë, pam një ditë ja marrim një ta kemi për shtëpi. Edhe fut në operacion dhe unë rria kështu e fort, nuk qava asnjë gjë, kthej kokën këtej këta të gjithë me kokën nëpër çanta kështu duke u qenë o zoti më, do merrem edhe me jun. Por që më duk sikur zgjati shumë ajo ndërhyrja. Po së pak sa zgjati. Po nuk e di, po më duk sikur zgjati shumë. Ai mjeku ishte shumë i mirë, domethënë deri e bëri ndërhyrje, i bëri foto Floranit me buzën që ishte e qepur. Edhe erdhi ma tregoi, tha vetëm koha, tha sa ti dali, tha anestezia. Okej, edhe kur i doli, ai kishte edhe frenulon këtë, domethënë perin e gjuhës, Edhe unë edhe kësaj radhe mendoja që nuk do arrinte të kapte dot zgjirin nga dhimbjet nga.
edhe kisha marrë, isha pajisur me 7 pompa me vete, edhe kur e takova mbasi i kishte dalë anestezia, ai ishte komplet i traumatizuar, kështu i dilte pak gjaka, goja i viti, këshonte kështu si anash. O zoti i madh, vetëm qante, me një serum te këmbët më duket, ishte shumë më tepër, domethënë ishte aty u fillova të shkarkoja edhe vetëm gjirje kam mbajtur. Gjithë natën kanë dojtur, domethënë pavarësisht se ishte me qetësus, po vetëm qante, edhe vetëm gjirje kam mbajtur. Domethënë pompën s'mundesh fare ta përdorja. E ke mbajtur në gjë vetëm gjë, vetëm ajo e qetësoj. Gjithë natën në gjë, edhe të nesërmen pastaj ishte shumë herë më mirë. Domethënë 24 orët, mbas 24 orëve ishte tërësisht ndryshe. Edhe shikoja kështu ajo buza e bukur. Ishte shumë mirë, duhet I bëja masazhe gjëra pastaj më vonë që ai si kishte shumë qef, edhe ishin gjithmonë lufta ai momenti, po pastaj kaloi ajo edhe them të drejtën unë e harrova si gjë. E kujtova tani që u riktheva në atë kohë dhe tani u kujtova që ore ti kemi bërë një operacion, e ka pasur këtë gjë në kjo. Ka pasur, po. E kisha harruar fare. Domethënë prandaj them që për këtë gjë jam penduar. Për përjetimin që kam pasur gjatë atyre 3 muajve të fundit, sepse kur konsultohesha edhe me një ndër pediatrit e Florancës, se kemi pasur. Ke ndruar shumë, ë? Jo, kam ndruar, I kisha ca, kështu, një këtu, një këtu. Merre shumë mendime. Po, I merja shumë mendime, merja. Ja, parë, jam pyet për Blinin tani shumë. Më tha që pediatri më tha që zakonisht kolikat lidhen me stresin që përjeton nëna gjatë 3 muajve të fundit. Ke përjetuar stres 3 muajve? Edhe kjo të desh që ta fajsoje më shumë vetëm për atë 3 muaj. Po, vetën akoma, sepse e di çfarë bëra unë 3 muajt e fundit. Se deri ato 6 muaj, unë isha shumë e kujdesshme me ushqimen. Bëja yoga në shtëpi, kuptohet? Nuk isha kohë të shkoja në për këto qendrat. Do të thënë isha realisht shumë e kujdesshme. Cigare, alkool kështu as bëj fjalë të kisha pirë ndonjëherë në jetën time. Po edhe ndonjë pije me gaz, jashtëzakonisht shumë e kujdesshme, kupton? Edhe pastaj 3 muajt e fundit akullore për ditë, çokoladë për ditë, çfarë më dilte para. A kështu që ka puna tha. Hec. Edhe, domethënë, u lexoja pastaj thonë, nëse ha shumë bulmet gjatë shtanzanisë, fëmia ka më shumë tendenca të ketë kolika. Bravo Anita. Bravo. 3 muajt e fundit Anita. Bravo. Po morë pesh? 3 muajt e fundit? Çuditërisht nuk mora sa prisja që sa duhet kisha marrë, mora 18 në total. Okej. Domethënë nuk është pak, po edhe shumë fare nuk është. Se kemi dëgjuar 30, 40. Po, kur dëgjoj kështu 30, 40, wow. Po. Edhe që ja dalin që të shkojnë në peshën e tyre pas lindjes. Kështu që. Se dhe kur ca 10 kilë i parë ikën, e kupton që direkt javën e parë, po pastaj ato të tjerat, jo 18 mora, biles me Blini ka marrë më pak, ka marrë 16, po e nisa me më shumë pesh. Pesh, përpara. Frani nisha me shumë 52 kg, isha shumë pak. Edhe jo, pastaj peshën e humba direkt, nuk është se humbe me një. Por pjesën e ushqimit solidin me Floran, e ke pas të vështirë? As se kam tentuar fare, as e dija që ekzistonte fare. Thon kur I shikoja juve ty, edhe ca goca të tjera më vonë. Po thua, fare, apo ore kur u rrit, ishte gjithë kohës me të bluara. Jo sa ai nuk hante, ai hante, po ishte kjo, dëgjoja pediatrin edhe thoshte që bluaj këtë, bluaj atë, përdori këtë në blender, çdo që ishte në blender. Por që ai mund t'i hante shumë mirë. E kupton, ishte thjesht kjo ideja që ti nisesh me sugjerimet e standarde siç kanë ekzistuar. Të pediatrit, është krejt normale që të nisesh me standard me pjesën e pediatrit. Po sepse kjo kanë ndodhur këto vitet e fundit. Mendoj që ka një mungesë, le të themi, përditësimit të pediatrëve në këtë pikë. Është edhe ajo frika. E quan një gjë, le të themi 3-orë, 4 të merren me këtë gjë për fëmijët, ndërkohë që është shumë e rëndësishme, në fund të. Shumë e rëndësishme. Unë me Blinin për shembull e kam bërë, biles kur shikoja aty ca goca të tjera thash sa të filluam me këto mos. Kushtet si pashun. Se kam marrë sepse është në fakt lehtësi. BRV-ja është proces me Blinin e aplikova, edhe madje mami thoshte oj da çfarë po bën edhe nuk rrinte fare, I ka mundësi të dil mos shik fare. Ai Blini mori kofshën që ditën e parë, më kupton, hante brokolin, çdo gjë që ti I jep jo të ngurtë, as nuk e kishe fare hante, edhe bajamet edhe nga këto që janë të rrezikshme, unë I rria gati patjetër, por ishte shumë I thjeshtë si proces edhe komplet pastaj vazhdimësia ishte shumë e lehtë për mua. Për shembull suprat Blini si ha fare, nuk I ka qef, shumë rrallë, një supë peshku, domethënë këto të bluarat. Përgjithsisht nuk I preferon. Do solide. Do solid le temi ti. Po, ai është I rritur tani pjesën më të madhe. 2 vjeç e ca, po
që 6 muaj, domethënë kur e kam prezantuar, i erdhi shumë natyrshëm. A e ka ndryshon në shije Blini le themi në këtë pikë me Floranin, po, ndryshon. Florani ka ca ushqime, për shembull domaten mund ta kenë ngrënë 2 herë në jetë. E ha vetëm për të shikuar se më shikoni pak se po ha domate. Mami më shiko po ha tranku, edhe bëhet lajm, Florani hëngri domate. Kurse Blini Blini ha nuk e ka. Është mbar, pra. Po, është i mbar. Përgjithsisht është i mbar. Tani ka edhe ai ato gjërat e veta që si pëlqen, por që përgjithsisht është i mbar. Kur e ke çuar në Kopësht? Floranin e kam çuar në Kopësht 2 vjeç e gjysmë. Pastaj pati një shkëputje se jo korona, ne shpërngulëm, shkuam në Shëngjin edhe pastaj e riktheva prap, edhe nuk e pati fare problem, për shtat direkt. Ishte shumë e kishte me qef piles për të shkuar. Edhe Blinin kam në plan që ta çoj tani, domethënë në shtator. Akoma se kam vendosur se ku, jam akoma në fazë kështu kërkimi, sepse dua, jo se jam e fiksuar, po dua diçka që ta kem afër shtëpisë, edhe që të jetë komode në fakt, të jetë komode. Edhe për atë edhe aty ai të marrë vetë. Unë mendoj që do përshtatet shpejt se është fëmijë social edhe, po të shohim. Do ta tentoj. Meqense jemi tek pjesa e Kopshtit dhe flasim për të dy, unë besoj që ti je ndjek Erika Komisar. Erika Komisar është një prej është psikoterapiste që merret sigurisht me zhvillimin e fëmijëve dhe është duke pompuar shumë dhe flet shumë fort për qëndrimin e fëmijës 3 vjet me mamin. Po. Atë do thoja që deri edhe faktikisht unë jam në këtë fazën që po e analizoj me veten time, domethënë mbajta deri tani 2 vjeç e gjysmë për pak, domethënë në nëntor, 2 vjeç e gjysmë. Ta mbaj edhe ta mbaj derisa të shkoj 3. Domethënë është diçka që po e mendoj realisht. Por nuk e kam vendosur 100% sepse mendoj që ka nevojë, jo se ka nevojë për socializim, po ka nevojë që të krijoj një rutinë tjetër, mendoj. Por prapë nuk e kam vendosur 100%. Ka mundësi edhe mos ta çoj. Ka mundësi edhe se ne kemi ditën kur ka lindur ai dhe deri tani, përgjithsisht gjatë kohës që unë nuk jam në punë në mëngjes, rutina jonë është që të çojmë Floranin në shkollë, marr dhe mamin me vete, se mami tani jeton vetëm edhe nuk ka shumë angazhime le të themi familjare. Dhe dalim nga liçeni. Domethënë është rutina jonë që të dalim çdo mëngjes nga liçeni edhe atij i bën mirë edhe mua më bën mirë çdo gjë edhe mamit. Kështu që mund të jetë kjo si opsion, por kam frikë tani se ai nuk ka qef të rri në karrocë, do vetëm të eci, edhe është okay, mund të eci pak, po nuk i biem dot liçenin 30 për qark vetëm. Po, normalisht. Dhe se di po e mendoj këtë gjë. Thënë jam e dyzuar, them të mos e çoj, po nuk e di, nuk e kam vendosur. Por je dakord me teorinë e saj? Shiko, unë tani kam arritur në një fazë që asnjëherë nuk jam dakord me një teori 100%. Mendoj që jam shumë e partizane e kësaj që çdo familje ka rrethanat e veta. Ka rrethanat e veta dhe ti nuk mundesh që të marrësh një teori dhe ta aplikosh njësoj për secilën familje. Ka familje që kjo teori mund të funksionojë shumë mirë dhe për këtë fëmijë mund të jetë shumë e përshtatshme dhe ka të tjera që nuk mund të funksionojnë dhe duhet marrë parasysh shumë element. Sa mundësi ke ti që ta mbash fëmijën 3 vjeç? Sepse ti mund ta mbash fëmijën deri 3 vjeç në shtëpi, po a ke mundësi që ta stimulosh mjaftueshëm? Domethënë se ti mund ta mbash, mund ta lësh me gjyshen pak. Ka mundësi gjyshja realisht ta stimulojë gjatë gjithë kohës ndërsa ti je në punë. Mos po shikon më shumë se ç'duhet televizor, apo komunikon mjaftueshëm se dakord ti dhe si andes televizorin dhe nuk e lë fare me ekrane, po ti duhet i flasësh, duhet të komunikosh, duhet të luash, duhet ta stimulosh të gjitha shisat. A ke mundësi realisht t'ja bësh këtë gjë? Kështu që them që janë shumë elemente që duhen marrë parasysh. Idealisht ndoshta do ishte që fëmia të rrinte deri 3 vjeç. Dhe unë realisht e kam mundësinë që ta mbaj deri 3 vjeç. Prandaj po them që po e mendoj, po e analizoj, po peshoj. Por ju të gjithë e kanë. Por ju të gjithë e kanë, edhe nuk duhet të ndihen fajtor, nuk duhet t'i vendosim përpara kësaj shnjestrës. Është e tepërt. Presione që edhe kjo është presion shoqërie në fund fare, përsa kohë që po flitet kaq shumë dhe Po. Ne të folëm edhe pak më përpara që teoritë dikur kanë qenë ta bësh të pavarur direkt. Tani na del kjo teori tjetër që duhet ta mbash sa më shumë dhe bën më shumë sens për zhvillimin e fëmijës edhe për atashimin me atë figurën qendrore. Plini do të vinte vonë, relativisht vonë. Po, Plini do të vinte vonë, jo për zgjedhjen
time, sepse ne tentuam edhe një herë të bënim një fëmijë tjetër, edhe kur Florani ishte 4 vjeç. Gjatë kohës që Florani ishte, domethënë akoma 9-10 muajsh, mua më desh ne, si familja, më desh të përballeshim me një situatë tjetër që besoj që ajo më ka rritur më shumë se çdo gjë tjetër. Që ishte sëmundja e babit tim, një sëmundje shumë e rëndë, që nuk i dhanë shumë shpresa, me thënë të drejtën, i dhanë ishte kjo, të aty unë fillova të mos lexoja më, praktikisht. Më thënë, ai kishte një tumor në moshkëri dhe e kishte në gradë 4, edhe kur unë fillova të lexoja, thoshte që mundësia mbijetesës mbi 5 vjeç ishte 2%. Edhe në atë moment thash Enita sa mbylli dhe ka mundësi mos lexosh më, stop. Edhe nuk lexova më, nuk u mora më, po Zoti deshi që ai kishte një lloj mutacioni që merrte një lloj trajtimi shumë specifik, edhe jetoi shumë herë më gjatë nga sa do duhej fillimisht të jetonte sipas diagnozës fillestare. Por kjo periudhë mua më bëri që të stopoja pak nga mendimi të pasurit një tjetër fëmijë. Sepse isha shumë e ngarkuar emocionalisht me gjithë procesin, sepse kur ti, për gjithë ata që kanë përjetuar këtë gjë, kur ti hyn në këtë lloj procesi, unë shtjedisa e lidhur kam qenë me babin tim, edhe duke qenë sa e ndiqej në Itali, duhet ishte dikush që e shoqëronte gjatë gjithë kohës për këto barrierat gjuhësore që ishin. Dhe mua më duhej që edhe me dëshirën time sigurisht, por edhe për nevojë më duhet që të isha shumë shpesh, edhe shtatzan, edhe me këtë gjë nuk ishte maksimumi mundshëm. Megjithatë, kur Florani ishte 4 vjeç, edhe gjëra duket sikur po shkonin shumë mirë. Vendosëm që ta tentonim një herë në Albanin, edhe ngela shtatzan direkt në fakt. Ngela shtatzan edhe qefi madh, jashtëzakonisht lumturi për gjithë familjen. Interesant ishte data 7 janar mbaj mend, edhe po atë datë babi kishte bërë një skaner, edhe kishte dalë që çdo gjë ishte shkëlqyer, edhe ishte doppio fest praktikisht. Dhe më pas në fund të janarit filloi që të kishte shumë problematika, edhe ju deshi të shkonte prapë në Itali, por duke qenë se unë isha shtatzan, nuk e ndiqja dot. Shkoj mami me vllajin. Dhe unë për rastësi kisha vizitën e radhës, edhe shkoj bashkë me Floranin dhe me Albanin. Morëm dhe Floranin atë ditë me vete sa ishte shumë entuziast. Edhe kur po shikonte Ekon doktoresha, domethënë shikonte këtë qesën, po nuk shikonte embrion. Dhe si rregull duhet dëgjonim rrajet e zemrës, domethënë në bazë të parashikimeve. Tha nuk është, tha. Ndoshta ne kemi përllogaritur gabim datën e konceptimit, që unë e kuptova që ajo nuk e kishte përllogaritur gabim, thjesht po më linte kohë që unë mësohesha me iden. Hajde tha prap tha mbas jam 3-4 ditësh ta. Në rast se e kemi llogaritur gabim. Kjo ishte thjesht një mënyrë e saj shumë inteligjente për të më bërë mua që të mësohesha me iden. Edhe herën tjetër më thoshte që shikoj Neida se nuk ka embrion. Donjëherë ndodh që shtatzanit janë jo embrionike. Unë s'e kisha dëgjuar asnjëherë realisht këtë. Nuk e kisha dëgjuar asnjëherë. Domethënë që ti bën testin, del që je shtatzan, bën analizat e gjakut, del që je shtatzan, formohet edhe ajo shtëpiza, le të themi, ku presupozohet që duhet të rri bebi, edhe nuk ka bebe, brenda shtëpia është bosh praktikisht. Por që ti duhet ta bësh abortin, duhet të bësh abort tamam me anestezi, me të gjitha. Okej. Edhe u mërzita shumë jashtëzakonisht, u mërzita sepse ishte e gjithë rrugtimi, domethënë nuk kishte lidhje shumë vetëm me këtë, mërzia ime, se sa me të gjithë që u lodha, e kupton, me këto sfida, me këto pse. Nuk e kuptoja pse. Jo se po i thoja Zotit pse unë, se në fund ditës pse jo unë, e kupton. Po që isha e trishtuar, edhe të dy me Albanin ishim kështu si të demoralizuar. Por pastaj mbas fiks bëra dhe abortin, mundesh të bëja dhe abortin nga fillimi i shkurtit. Madje kam qenë edhe vetëm në spital, kështu se nga që të gjithë ishin andej, Albanit i thash merro me Floranin, nuk dua që të më vish. Edhe isha më thënë në një situatë, thoja ç'a po ndodh, si po ndodhin këto lloj gjërash kështu, se fillon edhe i zmadhon një çik pastaj. Dhe më pas kur mas një jave, pak a shumë, erdhi lajmi që ky tumor i babit ishte shpërthyer në një formë të menjëhershme dhe nuk do kishte shumë ditë jetesë. Edhe aty e kuptova pse kishte ndodhur kjo. Do të thënë aty e bëra lidhjen që ky bebi vendosi që të mos lindë tani,
sepse nuk do ishte shumë e shëndetshme për mua që të kisha shtatzan në një periudhë të tillë. Të kishe këtë përjetim, po. Edhe, më thënë, në fillim të marsit, asnjë muaj, babi ndroi jetë. Edhe ishte shumë e vështirë, realisht. Edhe nuk mendoja më për fëmijë në atë vit, domethënë, pastaj më vonë vendosëm 2022-shin që ta tentonin prapë. Sërish. Ngela shtatzan. Edhe kësa radhe Orinda, unë kam qenë e dystuar në një nivel, domethënë të jashtëzakonshëm, sa që e vendosa thash të ndodhi çfarë të ndodhi, mos e çaj kokën, mos u shqetëso për asnjë gjë, vazhdo shijoje maksimalisht, bileset kur shkoja që për këtë analizën këtë morfologjikën i thash, buzën si e ka. Mirë ka. Pse ta ka, ju ka pas buzë çfarë Florani, thash se di se, jo tham, mirë më duket, shumë. Jo se mos nuk e kam mirë se e dim ku të shkoj. E dim se ç'do bëjmë. Se mendot që kur e ka fëmia parë mund ta ketë edhe i ditë. Ka precedens, po. Jo, isha aq rehat edhe kisha barkun e madh, kështu si ato buze kisha barkun. Po, gocë Gocë e sigur që do ishte gocë, shumë e sigur. Ishte shumë e sigurtë? Po, të gjithë edhe Albani kam një ndjesi që do jetë gocë, por nuk e di a e kam ndjesi për jetim, do më thënë real, apo është dëshirë, thoshte Albani, sepse me Floranin për shembull, që herën e parë që unë i kam thënë jam shtatzan, është çun, më tha mua, e kam për jetim, e kam ndjesin shumë të fortë që çun. Po, si ti. Edhe po se dita kësaj radhe, është dëshirë, se kam dëshirën tha që të jetë gocë, po nuk e di. Edhe gjenim shenja rrugës, domethënë hynim në ashensor një qendër tregtare, një çarape e vogël roz. Ta e vjerja, unë i bëja foto Alban, roz. Roz, gjithë. Ecë rrugës për në shtëpi, një tollombace roz. Shko në një lokal, kishte rënë një kapuç roz. Alban, roz, tha gosta ose futallen me ne. Edhe kur bëm atë baby shower. Jo baby shower. Gender reveal, se s'kam bërë baby shower. Kur dole ato blu. Të gjitha blu. Speas një pikë roz. Jam binde për qeshë, sigurisht, sepse kemë kur vijon aty në biles isha që ai më thoshte mos thoni më tani kështu roz se më vjen keq, thotë, se mund të jetë edhe çun, edhe pse i bini një qaf çuni. Po s'më vjen qafi se do të dum gjithë një soi të kemi shumë pritur. Florani e donte çun. Florani çun, po vlla donte Florani. Unë e gjeta më thamë atje, gjeta bilezoni kisha thënë shoqes time që edhe ai është shtatzani së me mua dhe ajo e kishte gocë. Thashëm bëje ti, gjeje ti, hajde sille ti, çdo që ti. Edhe ajo pyeste kur dëgjova tha Florani, tha dua vlla, thash po mirë. Thash ka ky vlla, kjo ka rëndësi. Ja, pa shumë të gëzuar gjithsesi, e ke parasysh këto janë, un kam shef një gocë ta vesh me ato fustane të roz që ke thënë ti. E ti, ashtu e më bam në mamat gjithmonë, shumica e mamave, se ka mama që janë mama çunash edhe nuk një ndryshon, janë shumë të lumtur, vetëm duke qenë mama çunash, që sot e rëndësishme është gjithmonë është duket si klishe kur ne themi që ti je shëndet mirë, po nuk ka rëndësi realisht. Unë vetë kam qenë mame që doja vetëm goca. Vazhdoje kam këtë ndjesi që doja goca, po kur mbeta shtatzan me atarën tash çfarë tjetër, nuk ka problem fare për mua. Çun do isha shumë e lumtur, atë nuk ka rëndësi fare. Dhe ndryshojnë gjërat kur je në atë sfidën, qoftë edhe të infertilitetit, kupton edhe të vështirësive. Sfida të tjera ato, pastaj e kupton që ka rëndësishme është do jetë mirë dhe do lindi mirë, pjesa tjetër pak rëndësi ka. Unë e pata këtë ndjesi kur lindi Florani, kur e pash se derisa ti nuk e njeh, nuk e imagjinon dot si do jetë. Do thonë ç'ash ky njeri që po vjen. Po momenti që e shef, ti thua, ore unë këtë e njoh. E kam njohur gjithë jetën time këtë njeri. Kur i shef syt, kur i shikon formën e fytyrës, ore këtë e njoh, unë këtë njeri e njoh, e kupton? Edhe mbas Floranit thoja, ore çati jetë, 2 çuna, 3 çuna, 5 çuna çati jetë, nuk e kam problem. Por që pastaj kur mendoj, them, ha se ne i gocë duhet se shoh marrëdhënien time me mamin, e kupton që unë jam shumë e lidhur edhe me mamin, jemi për ditë pothuajse bashk. Edhe jo në formë egoiste që ti jem edhe unë me gocën time ashtu, por që ti do doja ta njeh edhe atë lloj dashurie, domethënë atë lloj marrëdhënie. Marrëdhënie me gocë. Marrëdhënia e fortë mes prindit, bab dhe mami. Në familjen tuaj kush e ka më, le të themi, figura qendrore vazhdon të jesh ti apo çunat kanë filluar të marrin? Po tani ideja është që fëmijët janë, do të thënë, ti e di edhe vetë që me këtë kalojnë më shumë kohë me atë lidhen më shumë. Detyrimisht me mua kalojnë më shumë kohë, edhe pse me lindjen e Blinit Albani është përfshirë akoma edhe më shumë në
si prezencë qoftë edhe fizike, po edhe në përkujdesje, sepse ta kërkon nevoja. Po me mua janë më shumë, janë pak më shumë me mua. Kurse Blini pak më ndryshe nga Florani, më thënë ka qenë fëmijë që është lidhur shumë me Albanin, më herët se që është lidhur Florani. Florani tani me Albanin është jashtëzakonisht shumë i lidhur. Kanë boys night, këtë shkojnë në studio, bëjnë këngë aty, vjen më thot mua këtë e kam bërë unë, ka bërë këngën e vet, bën tekste, takon në VIP-a, më tregon takova këtë, takova atë, shumë mirë, bravo të qoftë. Edhe kanë marrëdhënie shumë të forta tani, domethënë nga mosha 6 vjeç kur krijohet ajo periudha që realisht babai është një figurë shumë e rëndësishme për çunat. Kurse Blini, domethënë edhe baba ka thënë jo përpara, po më shpesh e thoshte se sa mama, kur ishte baba, mama po thoshte shumë shpesh. Aq krahasimisht sa që thoshte baba. Kështu që është në varësi të kohës që ti shpenzon me fëmijët. A të është dashur ti të bësh një bisedë me Albanin? Bëjmë vazhdimisht biseda me Albanin. Për shembull, kem vendosur që Blini mos të shofi ekrane deri 2 vjeç. Edhe detyrimisht edhe Florani celular s'bëhet fjalë domethënë normalisht. Por që i thoja këtë gjë, nëse ne vendosim që fëmijët tanë mos të shohin ekrane, domethënë mos të shohin telefonat e iPad-e, ku dëgjon, nuk bën shumë sens që neve të jemi me telefon edhe atyre të themi mos shembulli. Po, ti e modelon sjelljen. Dhe në qoftë se ti rri në telefon, Albani problemi është që e ka punën të tillë që duhet të rri, duhet të jetë në telefon, edhe ndonjëherë më duhet i them Alban, i prezent. Edhe Florani jemi që babi nuk është prezent. Edhe në këtë pikë, domethënë, më është dashur që ndonjëherë, jo gjithmonë, ndonjëherë t'ia tërheq vëmendjen. Pjesa tjetër pastaj ne jemi gjatë gjithë kohës kur flen fëmijët, është koha jonë që ne fillojmë edhe diskutojmë si dy shokë të ngushtë, do thoja unë. Se mendoj që është shumë e rëndësishme që ti jesh fillimisht jeni shok fillimisht për të ndarë ato shqetësimet që keni. Edhe Albani është shumë i mirë për t'i analizuar ato problemet apo sjelljet apo emocionet e mia akoma pa i kuptuar unë edhe pa i vendosur një emër nga se mund të më vinë. Kështu që nuk më është dashur që të bëj ndonjë punë shumë të madhe bindse me Albanin. Shembulli, më përmend shembullin që është shumë i rëndësishëm. Edhe dua ta lidh me pjesën e disiplinës shembullin, sepse ne përpiqemi me idenë që duhet disiplinojmë fëmijët, por duhet disiplinojmë nëpërmjet le të themi dënimit, është kështu apo duhet të ndjekim pjesën e shembullit? Dhe kjo është shembulli mendoj që është më i rëndësishëm. Shembulli gjithmonë është më i rëndësishëm. Momentin unë bile se kap ndonjëherë veten maps dhe më përul Floranin ndonjëherë kur bën të njëjtën sjellje që mund të kem bërë unë ose thot të njëjta fjalë që mund të kem thënë unë kur jemi në makinë. Se ti e di që në makinë lëshojmë një çik. Apo ngren zërin një çik më shumë. Ngren zërin një çik më shumë, por unë mundohem që jo ta disiplinoj, po të jem aty për Floranin për t'i lënë hapësira që ai të mos ketë frikë nga unë, por në të njëjtën kohë edhe të ketë kufinj. Të ketë ku ta di që nëse ne bëjmë këtë sjellje, kjo sjellja ka pasoja, dhe pasojat nuk janë të jashtëzakonshme, e kupton? Por që, domethënë, mendoj që fëmia duhet të ketë sa kufinj edhe për ta mbrojtur më shumë. Por që sigurisht kjo të dhënurit të shembullit është shumë herë më e rëndësishme se çfarë lloj gjëje që ne mund të themi. Edhe me këtë diskutoj shpesh edhe me Albanin, mund të flasim gjithë ditën. Mund të themi kjo bëhet, kjo s'bëhet, por nëse ne nuk arrim ta modelojmë këtë gjë, janë fjalë kot, është e humbur, pra. Është komplet e humbur si bisedë. Dhe në fakt kur thua i kërkoj falje, pata një diskutim me motrën para ca ditësh, edhe tash pata këtë me atarën, tash edhe u mërzita, po e ngrita zërin, tash unë dhe u mërzita që e ngrita zërin, tash. Dhe po nuk pata mundësi tash që ta sqaroja, sepse duhet ikja në punë, tash unë edhe normalisht unë mbyll mbrëmja ajo të zuri gjumin makinë, tash unë kur ne po ktheheshim edhe nuk arrita do të flisja, se zakonisht flasim
para gjumit edhe sqarojmë çka ka ndodhur gjatë ditës. Pa u harruar. Edhe po. Dhe kur u zgjova të nesërme në mëngjes e thash, po flisja, e përsërita edhe një herë bisedën që kishim pasur një ditë përpara, dhe thash unë që meqense unë ngrita zërin, thash unë të kërkoj shumë falje, thash unë, edhe bëra gabim. Motra që po më dëgjonte. Dakor, është shumë bukur e zgjidha ta, po e zgjidhëm i tashun paktën duke që qeshi, tashun dhe më tha dhe mua më fal dhe unë që u solla ashtu, e ktheu mbrap me fjalën më fal. Ç'a ti bëjnë këto kalamajt, ha? Kur s'ke kërku në jerë falje një jetë, si të vjen ta kur... Si ju del kjo falja me kalamajt tuaj, si interesant. Si del kjo falja me fëmijët. Se sikur se një si fjalë më falë. Edhe njerëz që e kanë të vështirë të kërkojnë gjithë jetën falë, por kur vjen fëmijët, të përul fëmia, mua më ka përulur Florani në shumë elemente. Time ka ndryshuar, po ta shikosh prindërimi, sidomos për brezin ton, që ne jemi rritur në 80-90, domethënë që kemi pasur tërësisht formë tjetër disiplinimi, edhe jemi rritur në komunitet, edhe s'kishim shumë gjëra, po kishim njëri tjetrin, po përpiqemi që gjithkohës që të menaxhojmë të stilet e prindërimit, t'i aplikojmë te fëmijët tanë, duke lexuar, duke parë, dhe duke u shëruar, besoj, se janë ca gjëra që duhen shëruar. Duke mos i pasur vetë të lloj forme, pavarësisht se unë për shembull prindë mi kanë pasur realisht shumë të kujdesshëm në marrëdhënie me mua, nuk kam pasur nga këto problematikët. Nuk janë ato tipikët që le të themi, po, e vërtet. Tipikët, nuk janë mami nuk është akoma, domethënë mami është akoma. Aman idën, e ne hitën. Por që shiko, ideja është që ne kaq dim. Edhe është gjunaf që të kesh këtë informacion edhe ti mos të përpiqesh të paktën ta aplikosh te fëmijët, sepse ndoshta ata kur të rriten do kenë ankesa prapë, kupton që patjetër s'ka ndonjë gjë që shkon perfekt. Sado që ne jemi përpjekur, me tonën mund të kenë kërkesa, mund të kenë pakënaqësira normalisht, edhe ne shpresojmë që jemi duke bërë një punë të mirë me ta. Por që ideja është në fund fare nuk ka shumë rëndësi, domethënë ai ngritë zërin, ai kërkove faljen, edhe nuk ka shumë rëndësi se sa perfekte je si mamë, për sa kohë ti je aty. Prezente. Për sa kohë ti je prezente, për sa kohë që ti ofron fjalë pozitive vlerësuese, për sa kohë që ti je luan në kuptimin e parë të fjalës, për çfarëdo gjë që ai ka nevojë. Gjitha këto pastaj kalojnë situatat, se do ketë situata sfida të vështira, se shoqet e mia që kanë fëmijë adoleshent thon prit, ç'to pres moj mot. Ka shumë më shumë situata. Dhe kur prekim pak më parë edhe pjesën e mëmësisë, e të realizuarit, le të themi që sigurisht që mëmësia të realizon si grua, pa diskutim, por jo të gjithë e kanë si dëshirë për të bërë nëna. Madje para ca ditë shumë po lexoja dhe Dua Lipa ishte shprehur për këtë çështje, sepse për njerëzit që nuk janë të mirë nëse nuk duan të bëhen prindër. Por po të marrim, le të themi, sa prindër që janë bërë prindër. Edhe normalisht duhet të riprodhohesh, sepse është ligji i jetës, është kështu është jeta në fund fare. Por ama jo të gjithë i vjen ajo thirrje, pa diskutim që jo të gjithëve i vjen ajo thirrje. Megjithatë, duke pasur këtë lloj si edhe pjesë e fushës edhe ke dëgjuar edhe më tepër, je përballur, aktualisht edhe në përqindje të llogaritura, 50% e grave nuk po duan më të bëhen nëna. Dhe i fokusohen shumë te karriera, tek ekonomia që të arristin sa më shumë atë, duke humbur, le të themi, etapa që duan, kohën që është më e rëndësishme pastaj. Më shumë se s'duan kanë përshtypjen që duan ta shtyjnë. Pikërisht për këtë që përmende, që duan të investojnë te vetja e tyre, sepse edhe rolet gjinore kanë filluar, nuk janë më tradicionalet. Familja nuk është se ka qenë, është siç ka qenë dikur tradicionale, ku burri ka të pozicionin e vet të siguruesit. Do zgjedhë para në shtëpi, po do punojë gjithë ditën e do zgjedhë para për në shtëpi. Gratë dhe po sjellin po njësoj para në shtëpi. Kam përshtypjen që lidhet më shumë me këtë kohën që ti bëj ca gjëra gati, që unë të jem e sigurt, edhe më pas po vendos të bëj fëmijë, edhe ndodh ajo pastaj që koha ka kaluar edhe vezoret nuk janë më siç kanë qenë. Smutje. Edhe ti nuk mund të bësh.
se di, nuk e gjykoj dot këtë, shumë jashtëzakonisht shumë personale, domethënë, unë do kisha dashur ta kisha filluar më herët të qenurit mama. Pavarësisht se unë nuk, domethënë plani im ka qenë mbas të 30-tave, plani im. Po në atë kohë nuk kisha unë informacion fare në lidhje me për çfarë po ndodh, edhe me trupin, se çfarë nga pikpamja fertilitetit, kjo gjë, sepse ti nuk e mendon që do kesh apo s'do kesh problem, vetëm kur përballesh, atëherë fillon edhe i bën analizat. Unë fillova të lexoja në momentin që duhet të bëja amniocentezën për çështjet e vezoreve etj. Aty zbulova që mirë është që të bësh fëmijë para të 30-tave, mbas 30-tave reduktohen vezore tek gratë dhe i thoya shoqëve të mia, shikoj merrni ngrini se kështu. Sot po flitet shumë fakt për këtë, dhe sa vjen edhe po shtohet. Po mendoj që më shumë, domethënë ka lidhje edhe me këtë, sepse prindërimi është përgjegjësi e madhe, ti je mam, ti e ke parë vetë. Se sa shumë duhet heqësh dorë nga vetja jote. Patjetër, por a mendon që kjo duhet jetë kështu? Sepse është përgjegjësia që ti ke mbi një krijesë tjetër. Nga që duhet të jetë kështu, është më mirë që dikush të marrë një vendim duke i ditur limitet e veta, sepse ke shumë njerëz që bëhen prindër dhe nuk e din se çfarë funksioni kanë atë familje. Kështu që ndonjëherë kur ti i di limitet e tua, dhe nuk je sigur që do jesh aty për siç duhet për fëmijën tënd, është më mirë që të mos riprodhohesh. Më kupton? Janë disa statistika botërore, sërish që shumica e çifteve ndahen 2 vjet pasi lind fëmia e parë. Ne s'çeken atë kjo statistikë. Ne si jemi, lavdi Zotit. Ja hodhëm kësaj statistike. Se ka shumë që dalin çdo ditë, por përgjithsisht ndodh kjo. Je përballur me çifte që kanë kaluar vështirësi kur ka ardhur në marrëdhënie një fëmijë? Po, patjetër raste ka plot që kanë, po nuk e di a ka qenë si pasojë e fëmijës, domosdoshmërisht apo se janë shumë elemente, kur themelet nuk kanë qenë të forta që përpara se vinte fëmia. Nuk kanë qenë themele po të forta që përpara. Domethënë ideja është që duhet të bëhet një kurs, them unë, para se të ngelesh atë një kurs edhe që të kapi edhe çështjet që lidhen me marrëdhënien e bashkëshortëve pasi janë bërë me fëmijë, me gjitha sfidat që atyre do t'i duhet të përballen, po të them një rast, se po më kujtoheshe, mbasi kishte lindur Florani ose Blini, se mbaj mend mirë. Po që, domethënë, se meshkujt pavarësisht se mund të kenë predispozitën për të kuptuar tërësisht çfarë po ndodh me hormonet e tua, prap nuk arrin dot realisht ta përjetojnë edhe të shohin si një çudi të madhe që ç'kemo që e bër kështu. Për shembull, mbaj mend një shok i Albanit që edhe ai ishte me nusën e vet që sapo kishte bërë fëmijë, thoshte, "Ore, se kjo po bën kështu, Ida bën kështu." Bën krahasimin që është një gjë normale kjo që po ndodh vetëm neve apo i ndodh vetë tjerëve. Dhe mbaj mend i them unë Albanit, më bliçi kosi, thash po më hat kos. Mirë, thotë ai, edhe ishte te lokalit e lagja. Edhe mbas kaluan 10 minuta dhe i them, Alban, më hahet kos. Domethënë, ke edhe shumë punë. Edhe po thot, okay, ja tani. Edhe mbas 3 minutat i shkruaj prapun, "Ha mo kosin." Edhe më shkruan lop. Ai kishte lope. Unë lexova lop. Thashun, "Ku ti thua ti lop?" Me kë po flet ti, seriozisht e ke ti, jam njefti mukur që fillova ja bëra të gjithë. Edhe mori telefon, "Ida, kos lope apo del?" Lope. Kështu që e ke pasur hapësirat për të keq kuptuar. Çdo gjë vrapsh. Hapësirat për të keq kuptuar janë pafund. Edhe kur isha shtatzane mbaj mend një herë, isha emotive, pavarësisht se isha isha shumë emotive. Edhe mbaj mend se për çfarë futa në tualet dhe ku di qon se çam tha, se mbaj mend sot e kësaj dite çam ka thënë. Unë dola edhe unë nuk është çaj kështu, edhe po çka ke tha që po qan. Më fole keq thashun. Unë fola keq, çfarë thash? Nuk e mbaj mend çam, po më ke folur keq. Oj, ta po sa ndodhi, më nuk kam fol keq, ora më ke folur keq, mënyra se si e the. Po mirë, çfarë thash? Nuk e di çam the, se mbaj mend. Kështu që janë to situatat që ndodhin që ata se kuptojnë dhe duhet dikush t'i shpjegoj. Edhe çifti duhet të jetë shumë i fortë në themelet e veta për të kapërcyer themelet e veta. Duhet të jetë shumë i fortë, duhet të ketë shumë durim nga të dyja palët, duhet të ketë shumë mbështetje nga të dyja palët, duhet të ketë shumë grace.
sepse pastaj bëhet e vështirë, bëhet shumë e vështirë, bëhet e pamundur praktikisht, edhe për të mirën e fëmijës nuk është mirë që të çdojnë. Ju diskutoni ndonjëherë përpara fëmijëve? Ju ndodh? Përgjithsisht ja, mundohemi që edhe për gjëra kështu, jo shumë, edhe për gjëra për shembull që mund të jemi të impresionuar nga Blini, për shembull, Blini po këtë e bëri këtë, mundohem që në sy të Floranit të mos e bëj këtë që për të shmangur këto probabilitetin e xhelozisë mes tyre. Jo, mundohemi që ta evitojmë, të mos diskutojmë. Tash ndonjëherë, për shembull, edhe ngrihet zëri, për shembull një ditë që të shpjegoj se sa koncept të qartë apo të paqartë ka Florani për zënkat mes prindërve. Ishte mëngjes, janë ato mëngjeset e vrrullshme kështu, edhe më thot Albani mua, po mbarove punë në tualet se dua të thotë mua se do shkojmë punë. Po shkore se boshe ke tualetin, me këtë, kështu. Po. O, tha ju, tha, mos bëni debat, thaj. Florani, pashon, kush po bën debator e Florani? Ja, tha ju, dhe ç'është ky debat ta që më shikoj, nuk është debat këtu. Do tregon mami debatin. Ti se ke parë një debatin çfarë? S'është ky debati, shpirti e mami, nuk po zihet. Tash Albani do të si e percepton, kështu që nuk u dash ka folur as kështu. Asnjë. Po shiko, unë mendoj që edhe kaq strikt nuk duhet të jetë, se fëmia mendoj unë që duhet të përballet. Duhet të përballet, duhet të shohë prindrit që edhe debatojnë, edhe zihen, por që pastaj pajtohen, e zgjidhin, sepse në jetë ka konflikte, ti do përballesh me konflikte, por që ideja është që ti kesh ato aftësi për ta zgjidhur konfliktin. Kjo mendoj që është më e shëndetshme se sa thjesht të krijosh një ide, një familje të përkryer. Kështu që në një debat edhe mund të ketë tani se do si mbaj mend. Ne dham disa mesazhe nëpërmjet historisë tënde, por ama sot një mami shtatzan në pritje të ëmbël, çfarë do i thonte Ida për unë do i thoja një fjalë që e kam këtu, gjithkohë që e kam kështu si leitmotiv, mos ki frikë. Këtë do t'i thoja. Është shumë interesante se edhe në Bibël është e shkruar 365 herë, nga një herë për çdo ditë të vitit, praktikisht. Mos ki frikë. Frika në eksperiencën time është një emocion që të vjedh gëzimin, të vjedh momentin. Je gati për gocën? Gati. Se më morë që goja. Shiko, në këtë moment tani, jam shumë gati. Jam gati, Orinda. Më pyet pastaj në një nga ato ditët, kur jam marrë me detyrat e Floranit, kur ai s'ka dashur shumë t'i bëj detyrat, ku Blini nuk ka qenë shumë formë, që jemi përleshur për të vënë në gjumë, se ka pasur nga këto raste, sidomos kur ishte akoma me gjip Blini, këto janë ndejkur komplet Albani. Me mua, s'ka më fëmijë, e kemi mbyllur. Jo, mos më pyet fare, nuk do të diskutojmë fare, kemi mbyllur. Mirë, nuk e mbyllim, s'ka problem. Jo, po ta them që ta dish, s'ka. E nesër në mëngjes, pastaj them, baby fever. S'është normale, imagjinoj veten 80 vjeç, aty edhe i them vetes si nuk e bër edhe një më jene Ida. Mund të ndodh kjo në fakt, edhe nga eksperienca kemi dëgjuar që mund të ndodh. Kështu që se di, me idenë jam për ta tentuar edhe nuk kam një datë fikse, edhe pse mosha po kalon. Po nuk ka rëndësi, rëndësishme që se Zoti e ka bërë plan. Atëherë tani të shohim çfarë jetë e shkruar, ne jemi krah hapur, çfarë jetë, patjetër. Më shumë edhe për idenë se, do të thënë, kanë kaluar vitet edhe njerëzit praktikisht pisa më e madhe kanë hikur nga Shqipëria, ne jemi rritur me kushurinjë. Kurse kur shoh Floranin nuk, do të thënë, gjithë ato kushurinë e mi që kanë fëmijë kanë hikur, gjithë pothuajse. Një ka ngelur, po nuk ka më. Kështu ai është i etur, por kur vjen vera dhe takon ata kushurinë e vet që i vjen nga Italia, ka mundin vetëm aty të takoj ata. Edhe kur erdhi Blini luajnë shumë me njëri tjetrin, janë shumë të lidhur, puthen, përqafojnë gjithkohon me njëri tjetrin, edhe them të paktën të kenë njëri tjetrin. Më shumë se sa për kënaqësinë tonë, për kënaqësinë e njëri tjetrin. Kjo më udhëheq më shumë në dëshirën për të pasur dhe në një fëmijë tjetër, se sa se s'bën goca. Kështu që me këtë ide jam. Edhe them, ja ta kishe filluar më herët, i kishe dëgjuar prindrit që të thonin bëje, pse nuk i dëgjove? Jo, për karriera. Jo, për realizimi. Ida, faleminderit që ishe sot në Mam dhe ndave gjithë eksperiencën tënde të bukur, plot emocione. Faleminderit.